Selam, hosh, thot, si ti lutam Allahut të më udhëzoj drejt një vajze me hijab dhe moral të lartë. Aleikum salam, rahmetullah. Mas pari, ti më boj till, djalë me moral të lartë, me fe të mirë, sepse Allahu xhalla shanuhu ka përmend Kur'an që të mirët, djemt e mirë janë për vajzat e mira, edhe vajzat e mira për djemt e mirë. Kjo zakonisht është, më thonë, e qartë. Pastaj normal që besimtari duhet, përveç që më bojnë mirë, me bë dhe dua, edhe mi marë sebepet e sakta. Sebepet e sakta shko trokit në ato dyrë që bën me trokit në dyrë të tilla. Sebepet e sakta shko në xhami, krijoni rreth një shoqni me njerëz të mirë. Edhe bën shumë doa të Zotit me sinqeritet. Mos u ngut, edhe veni prioritetet që i ka vënë feja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se për 4 gjëra esenciale martohet një vajzë. E ka përmend një prej tyre, ka thonë feja e saj. Mundo me gjetë të tillë, ki mo rahatu.